Sokol Braja është me mua në këtë lidhje të drejt për drejt për diskutuar pak për këto zhvillime. Sokol, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Esmeralda. Kush po i ngre kurthe Recep Tayyip Erdoganit? Në fakt s'po i ngre kush kurthe, por gjithë fjalimi i dieshëm e kam ndjekur me vëmendje në fakt dhe u priqen shumë gjëra më të mëdha të fliste presidenti Erdogan, por tashmë janë bërë të gjitha retorikë, e cila ka kuptimin vetëm në aspektin e për konsum të mrenshëm, i cili me të vërtet po arrin me një sukses shumë të madh, sepse edhe jemi të fokusuar normalisht në luftën në Izrael, Amerikë, Iran dhe automatikisht kemi harruar se çfarë bëhet në vende të tjera, pra nuk është vëmendje tek gjëra të tjera, por ka probleme shumë të mëdha në mrena në qeverinë e tij, ku ministri sapo emëruar nga ana e Erdoganit, ministri i drejtësisë, akuzohet për miliarda rushfete që ka marrë me dhjetra banesa, vilat e tjera, për kështu që të reagimet e Erdoganit janë për konsum të mëshëm, kurse nga ana diplomatike, po, presidenti Erdogan vetë me telefonata në të gjithë shtetet e rajonit, Esmeralda, po ashtu edhe zoti Hakan Fidan po bën të pamundurën që të jenë, pra tashmë realisht të jenë pjesë e tavolinës që të bëjnë si të shkojnë në paqe mes Izraelit dhe Iranit dhe Amerikës, por me sa duket përsëri, Esmeralda, këtu e shohim që Irani nuk e ka besueshmërinë e duhur qoftë tek Ankara, por qoftë tek presidenti Erdogan, ku bëhet fjalë pavarësisht asnjë gjë zyrtare nuk kemi të prononcuar, domethënë. Por duket që Irani kërkon të jetë Pakistani, pra ajo tavolina e zotit i shtëpisë për këtë paqe dhe jo Erdogani dhe Ankara. Gjithsesi do ta shohim këto, kurse suksesi i Erdoganit për mos më futur në këtë luftë, po ato i ka fjalime shumë të bukura, Esmeralda, e cili me të vërtetë ja arriti që të paktën ka 14 vite nuk i merr dot sistemin Patriot të mbrojtjes nga antarët e NATO-s, por më në fund ja arriti të marrë dhe si të i mori nuk i bleu, i mori fal të gjitha dhe 3 sisteme të paktën që janë bërë zyrtare, por ku thuhet që kemi mbi 14 sisteme që kanë ardhur tashmë pas filloi lufta. Pra Erdogan ja arriti ta merrte atë çfarë donte, çfarë nuk e merrte për 14 vite, për 5 ditë e para të luftës, ja arriti të marrë nga Amerika, po ashtu edhe nga NATO. Kurse kemi pas folur bashkë shumë, domethënë që tashmë jemi në ditën 25 të Esmeralda, por kemi thënë që Turqia vetëm çfarë përket sistemit të saj, territorit të saj dhe puna e kurdëve është specifike dhe ashtu se me të vërtetë forca e inteligjencës turke, pra MIT që quhet ajo, por që është në krye Ibrahim Kalini, po ashtu edhe Hakan Fidan, por edhe vetë presidenti Erdogan, kanë arritur që atë jokerin që kishte dorë Izraeli dhe Amerika me kurdët, pra për të bërë një shpërtofë me rikthut atje në Iran, deri tani nuk arritin, ku do thuhet që në vërtetë zotësia e inteligjencës turke ka arritur të mos, domethënë nuk i ka lënë ta përdori këtë joker nga ana e Izraelit dhe Amerikës. Kurse nga ana tjetër, Esmeralda, Erdogani sot ka disa bisedime me lideret e zonës për të ulur në një tavolinë, por siç kemi thënë vazhdimisht, Esmeralda, çdo gjë pritet vetëm nga Washingtoni. Bisedimet vërtet do të mbahen, nëse do të mbahen në Pakistan, por të paktën nga ajo çfarë është deklaruar nëpër media, duket se Turqia, Egjipti kanë qenë dhe Omani ndërmjetës që kanë çuar dhe marrë mesazhe nga Shtetet e Bashkuara dhe Irani, pra tek njëra tjetra. Po, Esmeralda, Omani shket është një vend i vogël që ishte zot shpirtë dhe ja futën bombat. Tashmë Omani ka ngel në emër, në nërë më thanë nuk ja varë kërkush, pra as veti, Omani nuk ja varë vetes sepse duket i shkretja e, kurse po bëhet fjalë, më thanë, edhe unë kam marrë pak informacione në nga burimet e hapura që edhe kuliset e Ankaras thonë që vërtet që Hakan Fidani shkoi në gjithë gadishut në Arabik, vendet e gjithë, përsi i cili edhe kur ishte atje kanë fluturuar bombat mbi kokën, mbi hotelin e tij dhe ka shkuar mesazhin telefonit i tij fut në mrena atje në gurore që në bunkera se po plasë dhe hoteli, pra, por me gjithë këtë Hakan Fidani nuk është ndaluar, e cila kjo na jep të tregojnë diçka, Esmeralda, që po Turqia po këmbgul jashtë mase në këtë temë, pra. Edhe Egjipti po, Egjipti, politikat e Egjiptit janë pak më ndryshe, Egjipti është alati
kryesori i Amerikës në rajon, pra domethënë si tip Izraeli dhe si tip Turqia, por Turqia është anëtare e NATO-s e cila ka më peshë në fakt. Në këtë po ashtu edhe Egjipti nuk ka besueshmërinë tek Teherani, sepse dihet ashtu lufta mes shiite dhe sunite. Por ajo që është shumë interesante në fakt është Pakistani, Esmeralda, dhe përse Pakistani, ku pavarësisht se flasim tashmë thuhet që kemi 15 pika, Amerika nuk ka heq asnjë fije, nuk ka shu asnjë fije me ato që ka thënë përpara, pra para vitit e kaluar, por edhe para një ku ishin në tavulinën e Gjenevës që u bërë që ishte ndërmjetësues Umani, nuk ka ndryshuar asgjë Amerika, vetëm se ka ashtu, por është një gjë krejt tashmë kundër të cila Irani paraqet në tavolinë, ku ende nuk e dim normalisht, por çfarë flitet në qoftë në Washington, por ashtu edhe në Teheran dhe Tel Aviv, që Irani ka kërkuar kushtet e veta në dëm shpërblimin e gjithë kësaj lufte, largimin totalisht pa asnjë kusht nga të gjitha pushtimet që janë bërë nga Izraeli për ato palestineze dhe ato kolonet Izraelit të hikun, domethënë ato janë kushtet e Iranit, pra për të, por më sa duket Esmeralda të gjitha janë të papranueshme, por pse Pakistani ka hyrë në këtë temë? Irani kërkon siguri, pra kërkon një shtet siguri që nuk do ta sulmojë më as Izrael as Amerika, dhe i vetmi vend që mund t'i besojnë, se sa është besimi tek këto nuk dihet, por që mund t'i besojë është Pakistani, sepse Pakistani është i vetmi vend musliman në thojza, pra, dhe që ka armë nukleare dhe armë bërthamore. Për këtë arsye na doli Pakistani çak fakt ku dihet se gjithë negociatat për paqe apo edhe për luftë bëhen në perëndim, tani ne po ikim drejt lindjes. Pra ky është shkaku pse është zgjedhur Pakistani si emër tashmë, i cili thuhet që do të jetë shumë i besueshëm nga ana e Iranit për negociata dhe për vazhdimsinë e tyre. Edhe pse në fakt Irani ka qëndrime shpesh kontradiktore në atë çfarë thot. Nga njëra anë, në bisedat që qoftë presidenti, qoftë ministri jashtëm zhvillojnë me lider të ndryshëm, nga India deri po them në Turqi apo në Kinë, që ishin një ditë më parë, thonë se janë të hapur për bisedime, për negociata, për të diskutuar. Sa herë që pala amerikane thotë që po bisedojmë, ata dalin dhe thonë, jo, ne nuk po bisedojmë, Shtetet e Bashkuara nuk po bisedojnë me ne, po bisedojnë me veten e tyre, e tjerë si këto. Është një lojë që ju duhet për konsum të brendshëm, për të treguar se vazhdojnë të jenë të fortë, dhe sa të interesuar janë ata për paqe, për marrëveshje. Esmeralda, të dyja janë brenda, domethënë qoftë nga Washingtoni, qoftë nga Teherani. Pra të dy pyetje që bëre ti janë reale, sepse dihet çdo luftë, domethënë që para se sa të fillojë, sidomos diplomacia e mes grupeve inteligjente është open, është vazhdimisht e hapur, pra këtë nuk mund ta mohoj. E dyta, që me vërtet ajo që thot Trump, që i kanë folur me këtë me një të besueshëm, me të vërtet që këto janë vetëm për të rregulluar bursat ndërkombëtare, Esmeralda, këtë tashmë duket realisht edhe në fushë, pra pa qenë nga asnjë anë, duken edhe reagimet e Izraelit, që pra janë dy anë, dhe një anë në krah dhe një anë në anë tjetër edhe Irani. Pra që Irani thot që po, ta dini thot që tashmë kushtet i vej unë të jo, sepse me hangret në bezë 2 herë, atë ku ishin tavolinin dhe në shtëpinë tuaj me ratë me thik pas shpine, pra ku po bisedoshin dhe po flishin për biseda, pra nuk ishte 1 herë, po është 2 herë, tash si t'ju besoj unë tyne, dhe këtu ka totalisht e drejtë Irani që ajo që thot Trumpi që i fola direkt me diken, domethënë të janë prallat e Amerikës. Në fakt janë prallat sepse po pse mund të jenë prallat? Pse je kaq i sigurt që janë prallat e Amerikës, ku Amerika e tha për Gazën një gjë të tillë dhe doli që ishte e vërtetë. E tha për Venezuelën dhe doli që ishte e vërtetë, që në fakt ishte folur dhe i kishte zgjidhur punët. Kështu që pse duhet të merrni përsipër të komentoni çdo zyrtar të lartë iranian që ndoshta për të shpëtuar veten e vet apo për të pasur një vend aty mund të futet në negociata me Amerikën, se ka ndodhur gjithmonë. Jo, negociata ka, thashë në fillim, domethënë që pa filluar lufta, negociatat janë nga ana e inteligjencave, ka mes faktorë të ndryshëm të janë, por që Trumpi ka folur me një lider kryesor të Iranit, unë jam 100% i sigurt që janë
pralla, sepse të gjithë ato që do të jenë pas tina, pra domethënë të gjithë ato që do të jenë janë në listën e Izraelit që po vritin një pas njës me ala. Mund të ketë folë me Pezeshkianin, pse ku e dim në listën e Izraelit? Jo, Pezeshkiani... Mund të ketë folur, po them, po. Mund të ketë folur me kryetarin e parlamentit, që sa po u zgjodh. Mund të ketë folur me... Janë të gjitha të mohuara zyrtarisht. Po, zyrtarisht, Irani nuk ka pohuar asgjë deri më sot, por ama... Jo, tash ajo që thuhet... Se prandaj thash që e kanë për konsum të brendshëm, se ata e dinë që në momentin që ndal lufta, popullin e kanë në rrugë, se situata ekonomike vetëm është përkeqësuar gjatë kësaj kohe, nuk është rregulluar. Po pra Esmeralda, këto kishim të sigurt edhe para se të fillonte kjo luftë Bornaldin, por nuk ndodhi kjo. Kjo është një gjë tjetër. Se më ndodhi ata dolën në rrugë vranë 30.000, se nëse lufta ka vrarë 2.000, që thon këta, vetë regjimi ka vrarë 30.000 në një muaj. Jo tani që patjetër, ajo nuk e dim shifrat, por që janë shifra shumë të larta, jo, por edhe këtë e dishim që do të eliminohet Ayatollah Khamenei dhe populli është në rrugë do të mbarojë Iranin, pra nuk mbarojë Esmeralda, 25 deshat e themune, kurse... Po pra, popullit në rrugë s'ka se si të dali kur janë në bombardimet të përditshme dhe të përnatshme. Kështu që edhe kjo historia që popullit do dali në rrugë ndërkohë që t'i bien bombat në kokë nuk më duket normale. Jo, popullit në rrugë është. Kur vetë presidenti ka bërë thirrje rrinin në shtëpi, presidenti amerikan, se po vazhdojmë ne punën. Esmeralda, populli i Iranit është në rrugë, Esmeralda. Domethënë janë atë përkrasit e sistemit. Normalisht si nxjerrin politikisht aty, atë nuk e dim normalisht se nuk jemi atje. Kurse atë që desha të them, domethënë bisedat direkte të Trumpit me atë, këto janë totalisht për konsum të mrenshëm brenda Washingtonit dhe brenda sepse edhe reagimet e Izraelit të tregojnë që janë prralla Esmeralda, ama që takime ka, po luhet për rolin e parë, domethënë për të hequr regjimin nuk ashtu dhe bisedat, domethënë prononcimet e zyrtare të jetë të Trumpit që nga mjeset deri në darkë ka të herë ndoshta adon live, Esmeralda tregojnë që po ka bisedime dhe duhet të ketë me patjetër bisedime, por që bisedimet në fakt janë për të fituar kohë më shumë të Amerikës për të bërë atë që ka dashur të bërë, sepse nuk e ka bërë deri më tani. Irani ka humbur normalisht që po bombardohet dhe Irani nuk është për të fituar, por Irani është për mbrojtje, por edhe Izraeli nuk ka arritur aty ku duhet, apo ndoshta kemi edhe strategji të ndryshme të cilat duket të heqë vëmendje tek Irani. Izraeli po merr 60 deri 90 deri 110 kilometra tokë të Libanit. Domethënë gjitha janë mundësit, por paqja e afërt Esmeralda nuk duket se kemi, sepse marinësit anijet e Amerikës në ushtar po vinë drejt asaj dhe nëse ju kujtoj që kemi folur edhe që në fillim të kësaj luftës, gjithë armatime, gjithë municione, gjithë gjëra që po vinë atje janë shumë të vogla, janë shumë të mëdha për Iranin, sepse Irani me të vërtetë është një shumë i vogël. Edhe pse ka dalë jashtë mase nga pritshmëria e këtyre, ai përmbi etes po bën diçka e cila me të vërtetë që po paguajnë një faturë shumë të lartë, siç e tha edhe siç e ka thënë presidenti Erdogan që ata aty më parë, që po paguajnë të gjithë bota, domethënë kjo është ajo strategjia e Iranit, kurse Amerika është duke fituar, Amerika nuk ka humbje. Jo, ne jemi duke folur gjithmonë për Izraelin, interesat e Izraelit, por të paktën nga ajo çfarë qarkullon në media ndërkombëtare, rënja e regjimit ajatollahëve nuk është vetëm interesi i Izraelit, pasi siç edhe përmendet ti, duket se interesi i Izraelit është shkatrimi i Hezbollahut pas asaj çfarë ndodhi me Gazën, me Hamasin. Ndërkohë që shkatrimi i regjimit në Iran duket se është më shumë interesi qoftë edhe i vetë Turqisë që flet për paqe, apo i Arabisë Saudite, ku duket të paktën, siç kishin njoftuar mediat të rëndësishme amerikane, që ata i kanë kërkuar Shteteve të Bashkuara të mos tërhiqen nga lufta pa rënë regjimi, pasi edhe kjo zvarritje në fakt do të ishte në dëm të rajonit, zvarritja e luftës dhe kaosi në Iran, por rënja e regjimit mund të qetësonte të gjithë rajonin. Pra nuk është vetëm Izraeli interesuar, po edhe Arabia, edhe Katari. Këtë e dinim edhe përpara se të fillonte lufta, po tani duket se po dalin dhe më shumë informacione. Po, Esmeralda, në fakt të gjitha jam me ty totalisht, por kur e futet Turqinë mbrana aty do të dhënë përgjigje se unë jam vetë. Se Turqia, po tani pse Turqia mendon se do që të vazhdojë të qëndrojë regjimi ajatollahëve në Iran?
Regjimi Ajatullahëve në fakt nuk është problem as për Turqinë, as për Amerikën, as për Izraelin. Domethënë është bën molla e shterët. Regjimi po them se me regjimin nuk menaxhon dot çështje të sigurisë. Pra, nëse Irani do të ketë një armë bërthamore, i intereson apo nuk i intereson Turqisë? Apo të jetë një fuqi e rëndësishme rajonale, intereson apo si intereson? Se tani nga ana e sistemit të mbrenshëm të regjimit atë nuk i intereson Turqisë, sepse është shumë më mirë ashtu, sepse gjithë bota e tyre, pra vende arabe, vinë në Turqi dhe jo turqit nuk shkojnë atje nga ana e demokracisë, nga ana e lirisë, nga ana e laicizmit, domethënë nga ky aspekt Turqia është shembull, atë nuk e them atë. Kurse nga ana e influencave rajonale, por nuk është se Turqia po të gjithë me influencë nisen o Sokol, se nuk është se po ju bëhet vonë një shteti tjetër se si po jeton populli një shteti tjetër. Pra, atë po them, domethënë, por nga ana influencës, kjo e din domethënë Turqia din shumë mirë që Irani ka problem me gjysmëhënën e vet, me gjysmëhënën e vet, pra me zonën shit atje, pra ka problem normalisht në Turqi, se edhe në Turqi ka shumë nga shit, normalisht që ka. Por nuk është i shfaqur haptas për këtë dhe nuk duket që ka pas një ashtu influenca në rajon është problematike për Turqinë dhe jo nga ana e kufirit mes kësaj. Kurse po, princi i Arabisë Saudite Salman bin Filan se ka ai se s'mund kujtohet tani, ai po ka thënë edhe vetë në shumë kanalet e Arabisë unë i pash domethënë që thuhet që ka thënë ai, por deri dikur le të kuptojnë që ka thënë ai, dhe aty në me të vërtetë ju intereson në patjetër domethënë eliminimi i Iranit, totalisht ju intereson në patjetër. Dhe zvarritja, domethënë zgjatja e luftës, edhe pse normalisht atje po ja shohin sherrën atë shtetet e gjirit përsik, në fakt kjo ka pas kësaj lufte, pra sa të zgjasë kjo 8 muaj, 1 vit apo 1 vit e gjysmë, sa do të zgjasë Esmeralda, kjo do të ketë një mirësi shumë të madhe për vetë Arabinë Saudite dhe për princin. Edhe pse të shtetet demokratia humbin për të jetë një fitore dhe ato shohin strategjitë e vet. Kurse nga ana gjeopolitike tashmë duket Esmeralda që të gjitha ato vendet, pra edhe pasi e kuptuan se sa i mbron dhe sa forcë ka Amerika për të mbrojtur këta vende, sidomos të gjirit përsik dhe të Gadishut Arabik, ku paguan vetëm 10 paguan 3.4 trilion dollar paguan Trumpit, i dhanë haraqin për të mbrojtur dhe tashmë i kanë bërë rrafsh Irani, që një Irani i ngordhur. Edhe këto kanë filluar tash të bëjnë një pyetje, ku këtu vjen pyetja që thotë Esmeralda, me të vërtetë do të kemi tashmë një pakt mes Turqisë, Iranit, që atëhera po, pra, nëse jemi në këtë gjendje, atëhera të bëjmë një pakt, por edhe këtu kemi një pyetje sepse Turqia është antare në atë se sa do ta ketë mundësinë të bëjë një pakt afatgjatë me Iranin dhe me vende të tjera, në thojza kundra Izraelit apo kundra një force tjetër. Sokol, faleminderit shumë që isha sot me ne. Ishte kënaqësi, ju uroj një ditë të mbarë.